po besoj që prap nuk ka qytetarë të Kosovës që nuk e din që dy partit cilat po negociojnë i kanë votat me zgjedh edhe presidentin, edhe qeverin, edhe me konstitu kuvend, do të me zgjedh kryetarin e kuvendit edhe në kryetar. I kanë votat. Kjo është tepër evidente. Nëse kanë problemet natyrave tjera, atëherë nuk është fare përgjegjësi e aleancës. Po përkundër gjithave, ndoshta është hera e 40 që unë e përsëris, që nuk kemi marrë asnjë përgjigje në kërkesat tona për qytetarët e Kosovës. Edhe unë po kërkoj me ju thonë qytetarëve të Kosovës, a don me i kry këto rrugë? A don me pas energji të prodhume në Kosovë? A don me ble prej Serbisë dhe prej mafjas energjetike që ka instalu vetë? Çfarë don me bëu populli i Kosovës? Çfarë don me bëu 20 vite, 30 vite që vijnë? Çka jemi këtu të trasu fëmijëve tonë? Me insistimin e një personi. Duhet me i dhënë përgjigje qytetarit të Kosovës. Jo mu. Përderisa për LNG duhet me shkruaj një letër në ambasadë amerikane edhe me tregu që është i gatshëm me nënshkruaj memorandumin e së marrëveshjes. Po tash s'ka kush me nënshkruaj, se tash është deputet. Shikoni, legalisht këta njerëz nuk duhet me guxu me hyrë në zyre. Nëse në Kosovë ka rend, ligj edhe kushtetut, asnjëni prej tyre nuk është të hyrë në zyre legalisht. Edhe gjithë ata zyrtar civil, cilë sot hartojnë ose nënshkruajnë dokumente, cilat vijnë me urdhënesë cilit do kryeministrave ose të kryeministrit që kanë qenë e shkelin ligjin edhe për këtë një ditë kanë më përgjigje. Gjithçka sot që ndodh në Kosovë është e paligjshme. Është totalisht e paligjshme në shumë rrafshe. Kështu që, po më nashta e kisha taku Albin Kurtin në debate kom thirrë. Me na pa i gjithë populli i Kosovës që po flasin njëri me tjetrin. Jo mrapa zyres për me bo një fotografi e kur të kryet takimi me dale një rajt njerëzit që kemi folë. Jo ashtu. Me kamera, le ta zgjedh studion, le ta zgjedh gazetarin, le ta zgjedh televizionin, kohën, ditën, çka donë. Po publikisht po. Këtë populli më ndëgju që apo i thënë një tjetër. Kur të do.